Në 13 vite, autori i Gomorras e ka kthyer krimin e organizuar shqiptar në një temë të përsëritur të shkrimeve të tij. Ky është rindërtimi i tezave të tij bazuar te tekstet origjinale dhe te dokumentimi i pavarur italian. Autori i Gomorras, i vetmi shkrimtar evropian që jeton në eskort policore prej 13 tetorit 2006, pas kërcënimit me vdekje nga klani Casalesi i Camorrës, e ka kthyer Shqipërinë dhe krimin e organizuar shqiptar në një temë të përsëritur të shkrimeve dhe analizave të tij, si kolumnist i rregullt i La Repubblica dhe i L'Espresso dhe her pas here i Corriere della Sera. Roberto Saviano ka ndërtuar ndër vite një tezë që kalon nga përshkrimi i klaneve në Itali te akuza se pushteti dhe krimi në Shqipëri bashkëjetojnë. Ky është rindërtimi i asaj çka ka thënë, bazuar te tekstet e tij origjinale dhe te dokumentimi i pavarur italian. Kontakti i tij më i drejt me terrenin shqiptar ndodhi në maj 2015, gjatë një vizite 2 ditore në Tiranë, e regjistruar hollësisht nga Osservatorio Balkani Kaukazo Trans-Europa, qendra italiane e specializuar për Ballkanin. Sipas kronikës së asaj qendre, Saviano argumentoi para një salle ku ndodheshin edhe nxënës shkollash se mafia shqiptare ishte aq e padokumentuar sa nuk kishte as emër të vetin dhe se për ta emërtuar duhej t'i vijë mbiemër një emër italian. Ai e lidhi këtë çështje me një mekanizëm politik konkret, sepse një politikan që flet për mafian humbet vota dhe një gazetar në Tiranë ka të vështirë të përmend emra e mbiemra. Në po atë takim ai bëri një dallim domethënës, duke pranuar se gjatë qeverisjes së mëparshme një vizitë e tij në Tiranë do të kishte qenë e paimagjinueshme dhe akuzoi atë ekzekutiv se kishte mbyllur syt ndaj organizatave kriminale dhe se kishte importuar në Shqipëri një model berlusconian. Analiza e tij mbi strukturën e krimit shqiptar është ndoshta pjesa më teknike dhe më e matshme e punës së tij. Saviano e përshkroi mafian shqiptare si horizontale, ku çdo familje ka një të deleguar për të vendosur, në kundërshtim me strukturën piramidale të Cosa Nostra. Ai ndaloi te Lazarati dhe te efekti i ndërhyrjes policore të vitit 2014, duke dhënë një shifër konkrete se pas asgjësimit të plantacioneve, çmimi i 1 kilogrami hashash në tregun italian ishte ngritur deri rreth 1.800 euro, nga afërsisht 200 euro që ishte më parë. Ai vërejti gjithashtu se Shqipëria kishte nisur të përpunonte kokainë, çka sipas tij afronte drejt statusit të prodhuesit dhe jo thjesht një vend i tranzit, ndonse mungesa një tregu të brendshëm të madh mbetej problem. Për pastrimin e parave ai u tregua më i kujdesshëm, duke pranuar se ishte e vështirë për t'u identifikuar, por duke argumentuar se sistemi financiar evropian pas vitit 2006 ishte bërë më i cenueshëm ndaj kapitalit të trafikut përmes bankave. Një temë tjetër ku Saviano ka qenë i qartë prej kohësh është blerja e votës. Në deklarata të dhëna për shtypin, ai e ka renditur Shqipërinë krahas Italisë, Maqedonisë, Greqisë, Egjiptit dhe Turqisë si vende me sistem klientelist të bazuar te kontrolli i votës, duke bërë një dallim që e quan të thellë se në këto vende votat blien, nuk shkëmbehen. Ky formulim është domethënës, sepse e vendos blerjen e votës jo si incident, por si strukturë të përhershme të pushtetit. Faza më akuzuese e shkrimeve të tij erdhi në shtator 2020 në një artikull për La Repubblica, të shkruar pas një ekzekutimi mafioz në plazh në periferi të Romës. Aty Saviano argumentoi se familjet shqiptare kishin marrë kontrollin e skenës kriminale të kryeqytetit italian, të cilën e pakzoi si Zona Nostra, një lojë fjalësh me Cosa Nostra. Sipas leximit të tij, klanat e Tiranës dhe të Shkodrës administronin drejt për drejt zonat e shpërndarjes së drogës dhe luanin rol ndërmjetësi mes furnizuesve historik të Camorrës në Kampanja dhe të Ndragetës në Kalabri, duke garantuar marijuan me çmime pa konkurrencë. Ai i cilësoi grupet shqiptare si efikase pikërisht për shkak të numrit të madh dhe të lidhjeve farefisnore. Lidhja mes pasurisë kriminale dhe territorit shqiptar u rishfaq në një analizë të tij për Corriere della Sera në shtator 2023, pas vdekjes së shefit të Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, duke shqyrtuar pasurinë e padeklaruar të bosit sicilian. Saviano ngriti hipotezën se një pjesë e parave mund të ishin fshehur në Shqipëri, duke e trajtuar vendin si destinacion të mundshëm për kapital të fshehur mafioz italian. Cikli më i fundit i qëndrimeve të tij lidhet me marrëveshjen e emigracionit mes qeverisë shqiptare dhe italiane të vitit 2023. Në komentet e tij publike, Saviano e ka sulmuar këtë pakt si operacion pa logjik financiare, duke argumentuar se pas afatit prej 18 muajsh, emigrantët do të riktheheshin gjithsesi në territorin italian me kosto shtesë transferimi dhe se përfitimet reale të operacionit ishin të dyshimta. Kjo kritike vendos në një përplasje të hapur me qeverinë italiane të Giorgia Melonit, e cila prej vitesh ka një konflikt gjyqësor dhe politik me shkrimtarin, përfshirë një proces për shpifje. Për ekuilibrin e materialit, vlen të mbahet parasysh se figura e Savianos nuk është pakundërshtar as jashtë politikës. Në vitin 2018 e përcjell nga gazeta italiane Il Giornale, drejtuesi i një jave investigative shqiptare, akuzoi Savianon se kishte përdorur artikuj të gazetarëve shqiptar, përfshirë materiale mbi trafikun e armëve me sigurimit të dikurshëm dhe Camorrës, pa cituar burimin, të njëjtat dyshime mbi metodën e
e tij të punës mbi masën e dokumentit të drejt për drejt kundrejt ripërdorimit të hetimeve të të tjerëve janë ngritur edhe në Itali që nga koha e Gamorës. Kjo do të thotë se deklaratat e tij për Shqipërinë duhen lexuar si qëndrime të një figure të angazhuar dhe të kontestuar, jo si gjetje gjyqësore.